2 persona mbetën të plagosur rënd pasi motori me të cilën pullëtoni nuk përplas me një automjet. Aksidenti ndodhi rreth orës 18 të së premtes në rrugën që lidh lagjen Skënderbeg me superstradën Lezhë-Shkodër. Të plagosurit, drejtuesi dhe pasagjeri i motorit u dërguan me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se kanë marrë plagë në disa pjesë të trupit dhe ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha. Ndërkohë, policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, shoqëroi drejtuesen e automjetit që u përfshi në këtë aksident, si dhe nisi hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes, nga e cila mbetën të plagosur 2 persona.